Zema e ka. Unë nuk do të shtoj kur gjo, ma shumë se sa ftyra vërtet që tregohet për ulljes se asaj që ne quajmë deputet dhe përfaqësues të qytetarëve të vendit. Kjo tregon që këtu në Kosovë ka akoma njerëz me një mendësi të mykur, mbi të gjitha ndikuar nga grupet kriminale që e kanë përdhos dhe kanë damkos Kosovën, jo që nga lufta, edhe nga pas lufta, po me vitet e tëra. Kjo është trashëgimi e keqe e atyne që nuk e dojnë këtë shtet pavarur, nuk e dojnë sovran dhe mbi të gjitha nuk e dojnë sundimin e rendit dhe të ligjit. Ushtria shtremtare e Kosovës mbetet sinonim i luftës për liri dhe pavarësi, por nuk mbetet pronë e rrugaqav, e hajnav, e kriminelav, e të bive Trankoviqit. Faleminderit shumë.